Ja. Ju lutem ma hini shuplak. Ju lutem ma hini shuplak. Profa, të lutem lexo. Lexo me zot. Na? Na ja, kemi bleni banes. Ja zakonisht I lumtur, për arsye që unë edhe prindi pas kaq shumë vitesh na mundsu që me pas një stre për veti. Edhe duke I falendëruar të gjithë bamirësit dhe sigurisht shoqatën e ju jetimat e Ballkanit dhe shpresoj që herë do kur do t'ja u kthejmë këtë mirë të gjithëve. Çdo herë kam po ëndër se kam fitu diçka, mirë po ajo ëndër e cila sa herë jam zgjuar, domethënë ka qenë ëndër. Dhe sot, për sot, në këtë moment këtu, për ndi vetën se jam që ka ëndër, domethënë që ka vërtet. I falenderoj të gjithë njerëzve shqiptarë, kudo që në trulin atë dhejtë të jashtë, dhe ndimat që kanë vënë, sidomos Halilin edhe ekipin e tina. Edhe pe thom tash publikisht, Halil, je hoxh, je pejgamber. Faleminderit shumë. Unë familjar kam edhe s'kam. Kur thëm s'kam, s'kam. Vetëm fëmijën e kam që kom shkollu, jam të shkollu, të rrit në përqera, ku të dijon me këtjera, dhe ku jam dalë në penzion, se kom 75 vite tash, kur jam dalë në penzion, unë s'kom pas mundësi ma, si me mojtë fëmijën, a me pagu qeren, a me ushtyje, ku të dijon, këtë gjendjen shumë të keqe kom pas, sociali e ka marrë për sipër, vetëm ato shpenzimet e studimeve, shkollimet e ka bon këtë dijen. Që shjetën tash? Shumë keq jetoj. Penzioni 100 euro. Në klin, mos më keq kuptoni, në klin për çdo ditë duhet me ble ka ujë blehet në klin. Ka 1 euro. 1 euro buk, 2 euro. Për pos rrymë sa të tjera, për zonin kështu, domethënë 100 euro që mu më shkon vetëm këto shpenzime komunale. E që shjetën, që shjetën në fund? E kom shtogën kërëgje, tinës fëmijët, tinës kolegëve, jom shkue e kom bledh Lemenka. Jo I dini që në Lemenka. Tu I të buë. Kretë klina, kretë njerëzit banë mirës që më kanë dimu dikush 1, dikush 2, dikush 1 euro, dikush 2 euro, dikush 3, se më dinë gjendjen të më dimu e për ushqim. Para 2 mujve, një donatorë dalë, një djallë I ri, ishë në thënë si jemi, sa mos më përmend konë, dhe mujnë e parë e mujnë e dytë më ka ble ushqimin. Dhe më thonë që 2 mujë ditë më ka ble ushqimin, faleminderit për ti, por nuk donë me përmenë. Dhe gjendja ime është ekonomike shumë e dopë. Mirë po është edhe pak ma vështirë që s'kam strehim. Dhe çka o dëshira ime, jo dëshira ime, po I lutem të gjithë njerëzve, banë mirë ku do qëftë në botë, s'ko lidhe cilës feje ose cilës s'kom, që amane du me avlon fëmijën tim, që nëse desha mos më leni rrugët, strehoni dikun një banesë. Tuk s'kim. Se unë shpesh herë përdori ato, jetoj në atë dhe, pa dhe të mos e pas as me grushtimin dhe, se me pasën si që mbetë ndërshë, po s'kam. Dhe më thonë jem me qere edhe me qere tash, shumë vështirë me jetuar. Gjendja është vështirë. Dhe më thonë që ushqimin vetë e pregaditëm, vetë asijëm, vetë nuk kemë kërkone. Nuk kom doshtë me mu martua që me ashtu problemet atina dhe vetën se gjendja është shumë e mirushme keqë. Kërkoj nga ju, nderuari Halil, edhe dhe gjithë njerëzit tjerë që kanë mundësi, vetëm një banesë, s'ka lidhjes qare qyshe kun, vetëm të sigurojmë fëmijën që unë kur vdes, më I lumt një në botë do t'jesë nëse vdes, unë a ky merqelsat. Atë kanë tregu shëshnia po rejti ku jetën se baba jetë po mbledh Lemenke, e kemi patu mbledh Lemenke, qysh jendje? De facto, Bace Halil është pak shumë zërë kjo pjesa e prindit, se prindi ka qenë arsimus, edukator. Edhe me ronë kësi gjendje, është shumë e zërshme edhe pësa jam I ri.
O konë shumë e pamundun që unë me bërë diçka që me ndimu. Kumë punu ko pas kohë. Shkoki që e kumë pas një aksident, kur kam qenë moshën 7 vjeqare, e kumë pas thuj krohën edhe pjesën ballore kanalt. Edhe tash t'i ketë kohën puna fizike është vështirë mu bo. Shkoki që pjesa dorës të majtë, ajet ketë kohën si qënë pesha tranë. Edhe shumica marketeve dhe punëve fizike nuk dojnë me të marrë, nuk dojnë me të pas në punë. Shkoki që nuk ja u kryjnë punët esenciale tyne. Kumë punu ko pas kohë kur ka qenë punë sezona. Kaq, s'ku mujtë diçka me bo. O konë shumë shtirë me po prindin. Me po, jo veç prindin tem, prindin e se cilit. Edhe pjesën e rinis, nëse është dikon të mbledhje me nka. Po pa mundësia e kushteve, shpesher që në shumë ka. Po gjithmonë, shpresa që i kena nëzët, është e madhë. Mësus, ti je mësus edhe shkru në poezi, po kam qef, maje qëtu, baje njëherë qëto, lej librat aty, edhe i kam lexu disa poezi tuat, në disa vende, po kam qef një strofë me shkru sa i këtu në emision. Për ju? Për kanë dush. Po, do të shkruaj. Që aty e ki një letër të bardhë, që edhe stile lapsi. Qile letrën, vesh kujdes, qile letrën, para se me shkru lexohet, që ato. Lexohet me zanë. Ja. Ju lutem ma hini shuplak. Ju lutem ma hini shuplak. Profa, të lutem lexohet. Lexohet me zanë. Na? Na ja u kemi bleni banes. Burimi. Hajde hoq. Për besë, për mu ka qenë mrekulli. Nuk e kam prit që e baj as banesën në najherë, për arsye që kushtet tona kanë qenë të vështirësume. Edhe për që kam qenë jetem pa anon, këtë kohën kushtet i kena pas shumë të këqija. Jo mundu mu shkollu. Këtë kohën me punu s'ku mujtë shkoki i gjendje shëndetësore që kam pas. Edhe as më punu nuk ka që të kanë marrë. Kështu që banesën unë s'kisha mujtë gati kur me ba. Kështu që falendrimi ma i madh i takon donatorëve të shoqatës Halil Kastratit, Jetima Ballkanit, krejt ekipes të Halil Kastratit dhe Jetima Ballkanit, se të gjithë shqiptarët ka dëqenë. Se cili cënd, qoftë dhaj një cënd, ka vleft për çdo familje, për çdo shoqat që i ndihmon njerëzve me nevojë. Shoqata e Jetima Ballkanit sigurisht që këtë familje që janë nevojë ju ndihmon. Edhe rolin kryesor e luajnë donatorët. Kështu që falëndrimi më i madh i ju takon atyne se dhe mos ndalen asnjëherë, që edhe une, kur të që ti ka mundësit, inshallah do Zoti që m'ja mundësu edhe unë dikuj sa do pak, mi kontribu për jetesën e tyne, familjen e tyne, kushtet e tyne. Kjo ëndër u bo dritë shpirti, ose si shtë mune ëndra se do bo realitet. Por duhet të ashtoj edhe një të gjitha tyni që kanë kontribu këtu. Donatorë në përgjithësi dhe shoqata e jetemve dhe Halili dhe ju në përgjithësi, ju falenderojmë shumë. Dhe jo som atyne, acentin që i keni dhonë, mbane men, edhe jeri përsërit, mbane men, e keni dhonë në vend, atu ku duhet, atu ku ju shë Zoti, atu ku ju ndihmon në rreziqet më të mëdha, ju lutemi, atu ku keni dhonë për këtë banesë. Mos e përmendin ndoshta emrin o plak, ose o mësuesi i popullit, ose mësuesi i rinis. Përmendni vetëm ndjersën e juaj që e ke dhënë vend jetimit.